po arrim sa dhe 1% të vojnë një të kthejnë memorien tek historia, sidomos kur ka qenë shtëpit shkolla. Ridvan Slivova është fotograf, fotografitë e cilit e kanë rolin kryesor në muze këtu te Kandi i Rezistencës, edhe aty ma të rëndësishme të foto që kemi vendosur me ekspozu dhe zmadhu janë këto fotografi të Ridvanit, protesta e grave me buk, kur janë solidarizu me Drenicën edhe janë nis prej Prishtine me që bukën Drenicë, pas masakrës e Jasharve në mars 1998, edhe protesta tjetër e grave me letra të bardha, ku me këto letra në formë simbolike i kanë kërku Serbisë me janë nënshkru divorsin pa dhunë, protestën që u quajt divors paqësor apo peaceful divorce. Ridvani, një vit pasi që na i ka dhënë këto fotografi me ekspozu në muze, erdhë prap me pa instalacionin e ri. Mendoj që me këto po arrim sa dhe 1% të vojnë një të kthejnë memorien tek historia, sidomos kur ka qenë shtëpit shkolla. Pse e thonë këto, se kom pa disa herë që kanë vizitu këtë ekspozit pikërisht në Zonësit. Unë e kom pa dhe shumë njerëz që kanë marrë vizitor turista në Kosovë, kom rastis me i pa dhe shpesher rastisht më kam pyetur, unë e s'kom tregu që jam amatori. Kështu që e kom lanë vetën, shihen atë të shijojnë vetë edhe të kuptojnë, mos t'ja imponojnë historinë.